Mirë po, çka thot ky nen? Sipas këtij neni, të gjitha provat kundër të cilave nuk është paraqitur kundërshtim janë të pranueshme në shqyrtim gjyqësor, përveç nëse gjykata sipas detyrës zyrtare përcakton se pranueshmëria e provës së caktuar do të cënonte të drejtat e të pandehurit të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Mirë po gjykatës i special Lutfi i është referuar këtij neni, por kundërse provat e paraqitura në akt akuz ishin kundërshtuar nga avokatët në fazën e kundërshtimeve. Megjithatë, këto prova ishin konfirmuar nga vetë gjykatës i Shala e më pas vendimi i tij ishte vërtetuar edhe nga gjykata e apelit. Arsyeja pse ekziston shurtimi i dytë apo faza e kundërshtimit të akt akuzës dhe provave është që të shurtohet ligjshmëria e të gjitha çështjeve, përfshirë dhe provat, të cilat janë pjesë e një akt akuze dhe kjo në mënyrë që akt akuza të jetë e gatshme për të gjykuar në fazën e shurtimit gjyqësor. Andaj, në fazën e kundërshtimeve, kundërshtohet akt akuza dhe provat, merret vendim për këtë çështje dhe ndaj këtij vendimi palët kanë të drejtë ankese. Nëse provat konfirmohen në këtë fazë, atëherë çështja e ligjshmërisë së tyre është tani më e përfunduar dhe gjykata nuk mund t'i kthehet kësaj çështje në shurtim gjyqësor. Përjashtim këto bëjnë vetëm situatat kur nuk është parashtruar fare kundërshtim dhe gjykata përcakton se pranueshmëria e provës së caktuar do të cënonte të drejtat e pandehurit të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Në rastin konkret, kjo dispozit e aplikuar nga ana e gjykatës nuk mund të shërbejë si bazë për shurtimin e pranueshmërisë së provave në shurtim gjyqësor. Kjo për faktin se pikërisht këto prova në fazën e kundërshtimit të akt akuzës dhe provave, pikërisht në raport me të njëjtat është paraqitur kundërshtim dhe ligjshmëria e tyre është vërtetuar madje edhe nga ana e gjykatës së apelit. Pra, përtej meritave, ky vendim është edhe proceduralisht i kundërligjshëm.